Sa të kena me bë thojnë në shpi bashkë, si fillim me dhe ashtu me bë me frejz kutikulat, edhe tesh ashtu me hek me këtë si ashtë si gërshan dhe me thanë. Mendon e pak nërkohë se çfarë modelit kam i bë. Këto jenë aty limu thojt për me hek dhe me thanë excess oil. Edhe kështu baj me të thojt, sepse dosha me kem pak ma detajume normalisht. Eshin ato ma tipsat për me i vu, sepse normalisht që s'kishte shans mu vu manicure gel në të thojt e mi të cungum që i kam hangër. Edhe kështu bajmë thonin e dytë, edhe tretin, tash i masim edhe prerjen. Unë kisha qef me ba një formë trapez, kështu që kjo ishte gjatësia minimale që të pakten përkohte me trapezin, edhe që mujte me mu ba, sepse po i bana më të shkurt nuk del bukur. Edhe u mundu me edhe ma ba formën, edhe më kodor shumë bukur në fakt, i lumë shindurt. Nërkohë, ne ta po përdorim të produktet e Victoria Vin. Edhe këto ashtu mi limu këta thojt prap, këto ashtu mba formen. Unë fakt ja them shumë këty në punëve, për njatë po thash ma mirë po i va shpjegaj. Këtu ashtu më vu këtë antimykon duket, ose si bazë. Këtu janë të vu mega bazën, edhe u habitam fakt që janë të përdorë mega bazën, sepse nuk është nevoja kur i bën me gel, por doshin me go out or go home. Edhe ke mega baza ishte super ngjyrë kështu si bombonet.